Prej sot hyn në fuqi obligimi për pajisje dimrore. Për automjete me rrota lëvizëse në të gjitha 4 rrotat, goma dimërore në të gjitha 4 rrotat, me thellësi minimale të prerjeve të gomave të shtresës shkelëse me madhësi dhe gjerësi prej 6 mm dhe goma me profil veror në të gjitha 4 gomat me thellësi të shtresës shkelëse me madhësi dhe gjerësi në minimum për së paku 4 mm. Nëse automjeti në komplet nuk ka zinxhir për bor dhe në rast kur kanë lëvizje të përhershme në 4 rrotat, zinxhir për dëbor duhet të posedojnë së paku në boshtin e pasëm. Për automjete mbi 3500 kg, goma dimrore në të gjithë 4 rrotat me thellësi minimale të prerjeve të gomës dhe të shtresës shkelëse në mas dhe gjerësi prej 6 mm dhe goma me profil veror në të gjitha 4 rrotat me thellësi të shtresës shkelëse me madhësi dhe gjerësi, me minimum për së paku 4 rrotat lëvizëse ose mjetet të tjera të përshtatshme, autobus dhe mjete transportuese, të cilat për arsye teknike nuk mund të vendosin zinxhir për bord në rrotat lëvizëse, duhet të posedojnë pneumatik në rrotat lëvizëse dhe mjet dore lopat, sqarojnë nga policia. Goma dimrore janë ato goma të cilët në anën e tyre kanë një shenjë MS ose M+S ose M dhe S dhe një shenjë fjolle dëbore në një mal të stilizuar me 3 maja. Në pajtim me dispozitat e rregullores për pajisje të detyrueshme për automjetet në komunikacionin rrugor, për automjete është ndaluar vendosja gomave me gozhda. Policia apelon të shoferët të përmbahen detyrimeve ligjore për posedim të pajisjeve dimërore, për arsye se në këtë mënyrë mundësojmë zhvillimin e trafikut pa pengesa dhe të sigurt në rrugë në kushte dimri.